Tani, le të flasim pak për bojkotimin e LDK-s. ZPS-ja nuk citon asnjë provë që LDK-ja bojkotoi qeverinë e përkohshme për shkak të keqtrajtimit pretenduar prej zotit Thaçi ose ndonjë tjetër. Sikurse tham dhe javën e shkuar, ZPS-ja nuk i referoi të asnjë prove të asaj kohe dhe asnjë qëndrimi të LDK-s dhe as të hënën nuk na dha asnjë informacion shtesë lidhur me këtë. Përkundrazi, ju keni provat e asaj kohe që LDK-ja ka bojkotuar qeverinë e përkohshme sepse nuk dëshironte që të ndante njësoj vendet brenda qeverisë së përkohshme. Gjithashtu LDK-ja kishte qeverinë e vet paralele në të njëjtën kohë që ka funksionuar qeveria e përkohshme dhe në fakt ka refuzuar që të tërhiqet prej qeverisë së saj paralele deri në shkurt të vitit 2000. Këtë e keni dëgjuar nga dëshmitar Kovi. Kjo është arsye kryesore sepse nuk ju bashkua qeverisë përkohshme LDK-ja, jo abuzimin pretenduar. Zoti Thaçi në të vërtetë ka qenë gjithëpërfshirës, sikurse mund ta shikoni në këtë diapozitiv, në paragrafin 64 të dosjes tonë përfundimtare, ne i kemi cituar të paktën 15 raste të ndryshme ku zoti Thaçi ka bërë thirrje LDK-s që të bëjë pjesë e qeverisë. Ndërkohë që në kundërpërgjigjet e veta, ZPS-ja të hënën ju referua vetëm njërës prej këtyre thirrjeve. Atëherë sa i takon çështjes së këshillit të personelit, nuk përmendet fare këshilli i personelit as në dosjen përfundimtare, para përfundimtare apo as në akt akuzë. Dhe në çështjen në jurisprudencën e ICL-s thuhet që nëse prokuroria parashikon të akuzuarin, pra është e rëndësishme që prokuroria të japë informacion të qartë në kohë dhe konsistent, ndërkohë që prokuroria nuk ka bërë asnjë nga këto gjëra. Nëse do ta kishte ngritur si çështje prokuroria elementin e këshillit të personelit, ne do të kishim bërë pyetje zyrapit lidhur me këtë. Dhe ne parashtrojmë që jemi paragjykuar për shkak të faktit që nuk na është përmendur asnjëherë më përpara një element i tillë. Po ashtu prokuroria i është referuar një prove që janë shënime të panënshkruara me ish antar të UÇK-s ku diskutohen për historikun e UÇK-s. Nëse do lexojmë këto faqe, do lexoni që ka konfuzion dhe mos pajtim midis antarëve në këtë takim lidhur me mënyrën se kur është themeluar UÇK-ja dhe cilët kanë qenë themeluesit e saj. Atëherë, le të kalojmë tek pika nëse ka provë për takimet e qeverisë së përkohshme në verë të vitit 1999.